për shkak të intensitetit të ngjarjeve ndëror të Shikut, ne kemi edhe këtë pjesë që nuk e bashkuam me dytën, sepse bëj një sistemi si zgatimet që bëjmë ne, që bëjmë turlie, e ndamë për arsye të që edhe për temperaturat e larta që janë, popullatat të jetë më e lirshme për të kuptuar që janë gjëra të ndryshme, se tonë që janë këta që po diskutojnë, bashkojnë gjëra të çuditshme. Tani psikologët kam zgjedhur unë të them zonja presidente apo të mos them ty. Frikë të them se ti mund të mos zgjidhesh. Jo, unë jam zgjedhur, mund të mos pranohen këto zgjedhje, është çështja. Tani për urën e psikologut të nderuar të shikues flasim, ku nuk zhvillohen do zgjedhje dhe është entitet aq i lakmuar, ky që nuk e kuptojmë pse është kaq i lakmuar, po në Shqipëri kanë filluar të lakmojnë gjëra shumë të çuditshme atëla. Urdhër psikologu, urdhër infermieri, po dhe këto shënjotë janë shumë të lakmuara, fitime të mëdha, para e madhe e gjëra, që vërtiten në për këmbë, në për duare, në për të gjitha, dhe popullata abitet shumë, që pse kjo, po kjo është një gjë shumë e rëndësishme në vendin ku jetojmë. Duket sikur, domethënë, urdhri psikologut tu ka pushtet më shumë se Donald Trump, presidenti që u zgjodh në Amerikë. Zonja Brunilda Daboviti, psikologa, është e ftuar sot me mua. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Andi do vazhdoj dhe Xhevairi do të flasim pak më pas për këtë ngjarjen tjetër që pushkat dynjaja e mbushur vendi me bastore të gjithë, po në fakt nuk është ligji. Edhe gjërat ti do të më shpjegosh pak më parë ç'a ndodh. Tani të shikojmë sinkron nga votimi i psikologëve. Po. Regjia më ndihmon? Hyra ku është një paqavure, këtu ka një persona pa licencë, këtu ka një persona shoqërus, ka një persona pa regjistruar, që këtu, që këtu, shime, dera është një hëng, dhe s'kemi as byrzylyp, ka keq organizim, ju jeni në konflikt interesi, Elona është gjithashtu konflikt interesi, sepse është kandidatë në presidente. Nuk është normale, jeni juaj që duhet largoheni. Ju më ofenduat se thatë dilni jashtë. Dilni ju jashtë. Ju kam kërku takim para një viti dhe s'keni pranu. Ju kam marrë në telefon. Ju jeni hajdut. Ju aty jeni hajdut. Ka e s'di ju se? Se du e takoj, më. Se du e takoj. Tani këtu ne jemi në votim, a? Jo, kjo është asambleja, dhe në fakt të janë vitet që kanë qarkulluar, sepse pavarësisht se media ka qenë prezent, nuk i ka bërë publike këto diskutimet, të cilat janë bërë brenda asambles, dhe fakt është kanë qarkulluar edhe në për rrjetet sociale, edhe në fakt kjo është një diskutim brenda asambles, për faktin që shumë antar para procesit zgjedhor kanë qenë të padëgjuar për një vit rresht, një vit e gjysmë, dhe kanë pasur vështirësi për të përfaqësuar dhe për të dëgjuar zërin tyre. Po aty dikush thoshte ai që bërtiste, thoshte që këtu janë futur njerëz pa licencë, po. Në fakt është një mënyrë e keqe të organizimit, pasi të gjithë antarët që kishin prezent nuk ishte mjaftueshme koha gjysmore për të regjistruar dhe ndodhi që të fillonte asambleja pa u regjistruar personat dhe të identifikoheshin antarët. Edhe pse ne jemi komunitet i vogël dhe pak a shumë me njëri tjetrin njihemi. Atëherë, okej. Shiko tani, unë ndoqja një emision televiziv për këtë problem. Po. Ky është një problem pak i vjetër, nuk është relativisht i mbartur. Por, në datën 5 qershor... Dhe duket një interes shumë i madh për këtë. Unë fola për të qenë i hapur dhe fair, edhe me presidentet që... Ish presidentën. Se i ka mbaruar mandatin në prill të... Po jo i ka çelsat e gjitha dhe unë i thash, folëm dy herë bashkë, i thash, ti mund t'jesh prezente këtu, Valbona Treska, Po. Në Valbonën folëm, unë i thash, mund t'jesh prezente, dhe ne do bëjmë një bisedë, se ne nuk do bëjmë luftë. Patjetër. Një shpatë dhe ajo një shpatë, dhe të luftohet këtu. Jo, unë i thash, hajde, po jo tha, unë nuk jam në këtë detyrë, dhe nuk mund të vi, duke mos qenë. Edhe këtu kish një arsyetim normal të saj. Por ndërkohë tani, ju fituat si presidente, u rendit e para. Që ndodhi tani, pse nuk njifen? Ju shkuat atje dhe ajo tha nuk do hyni. Pse?
në 451 antarë që votuan në asamblen në zgjedhjet e 2025-s, në 5 qershor, votuan organet drejtuese, ku unë personalisht kam marrë 238 vota, kandidatja tjetër Elona Mustafaraj, sot edhe më parë ka qenë sekretare përgjithshme e urdhrit, ka marrë 140 vota. Fakt është që si pas rregullores zgjedhore, ka vetëm 3 ditë mundësi për t'u ankuar pas procesit zgjedhor, kam shkuar si pas afateve për të marrë përsëri për informacion mbi proces verbalin e nxjerrë nga zyra juridike. Nuk më është vendosur në dispozicion, më është vendosur vetëm ditën e nesërme ky proces verbal, dhe ky proces verbal mban lapsuse shumë të rënda për të mos thënë dëshirë për lapsuse, por në fakt është falsifikim dokumenti, ky proces verbal. Po të drejtohemi proces verbalit mban një ligj i cili është 20 fraksion 2026, që do të thotë ky ligj ende nuk ka dalë dhe nuk është në fuqi, flet për një term quorum, që do të thotë nuk është një term i përcaktuar qartë, nuk është fare i përfshirë në ligjin e urdhrit psikologut, ligji i urdhrit psikologut nuk e përfshin këtë term dhe mënyra se si transformohet në dokumenta zyrtare brenda urdhrit psikologut është një shkelje e rëndë ligjore. Jemi përballë faktit që nesër kemi një mbledhje të Këshillit Kombëtar, të thirrur përsëri nga ish presidenti i urdhrit psikologut, e cila... Po ajo, ka fuqi të thresë Këshillin Kombëtar? Nuk ka fuqi, po është totalisht në shkelje të ligjit, e bën këtë sepse është zonja Treska. Jo, i thash, unë e pyeta dhe i thash këse unë tani, shko tym të ky thelbi. Unë kisha në herën e kaluar në lidhje direkte ditën e zgjedhjeve, po, ditën e zgjedhjeve. Cila më bëri shkak njofje që kisha të thira, nga që pash një ditë më përpara, skenat të cilat mua më dukën shumë të çuditshme në një emision tjetër, dhe e thira dhe i kërkova shpjegime, live. Dhe më dha disa shpjegime dhe ajo doli një konkluzion. Shiko, tha, këto zgjidhje nuk do quhen. Po pse i thash unë? Sepse tha nuk do bëhet korumi. Atëherë. Një sekond. Dhe tani kur më mori presidentja, ish presidentja që në Karen, thonë ju, kam mbaruar Valbona, unë i thash, po ju, pse i bët këto zgjedhje kur nuk kishte korum? Se nuk ka pse ti bësh. Po jo, tha, ne i bëm, tha, sepse aty mund të vinë njerëz, do me thënë të votojnë për 6 orë resht. Dhe mund të vinë njeriu nga Shkodra, tha, pas 5 orësh. Po, dhe ti nuk e parashikon dot. Dhe ti nuk e parashikon dot. Po atyre nuk bëhet mbledhja. Në asnjë vend të botës, unë nuk kam idenë që kam mbledhje për zgjedhje pa korum. Keni parasysh një gjë. Ligji i urdhrit psikologut... Jo, korumi shumë thelbësor. Nuk e ke në asnjë pikë në nenin 15 të ligjit të urdhrit psikologut, fjalën korum nuk e ke në asnjë vend. Që do të thotë, pika nenit 15, pika 3, gërma A, zgjedh Këshillin Kombëtar, pra Asambleja Kombëtare, ka këto funksione, zgjedh Këshillin Kombëtar dhe presidentin e urdhrit me votim të fshehtë dhe me shumicë të thjeshtë të gjithë anëtarëve të saj. Pra, ky është një gërç i krijuar artificialisht. Fjala korum nuk është. Patjetër është artificialisht, është stisur dhe i sajuar vetëm për të zvarritur ky proces dhe psikologët gjenden pikërisht përballë faktit që ose këto zgjedhje të mos quhen nesër me vendim të Këshillit Kombëtar dhe të përsëriten në shtator dhe organet drejtuese të ngelen pezull dhe varur nga një person i vetëm që është Valbona Treska. Po më thënë ju keni idenë që... Sa antar ka... 1440. Pra 1440 psikolog janë në Shqipëri të regjistruar. Të regjistruar që pagojnë të detyracion vjetor. Dhe këta 1440 persona paguajnë regullisht 6 apo 80.000 lekë në vit? 50, po. Okej, dhe krijohet buxheti. Po. Tani këta duhet zgjedhin presidentin. Patjetër. Dhe këta duhet votojnë 1440 veta. Pra ky është korumi. Jo të gjithë. Jo. Korumi do të thotë, pra ligji thoshte gjysma e marrin pjesë më shumë se gjysma e antarësisë. Me shumicë të thjeshtë të gjithë anëtarëve të saj. Kjo pra është gjysma. Po interpretimi pastaj 701 bie, 720. Interpretimin ligjor nuk e bën as rregulloria, nuk e ka as rregullorën zgjedhore. Nga që më lexove këtë nenim the më shumë se gjysma antarësisë. Nëse janë 1400 veta antar të urdhrit, e interpreton gjykata atë fakt pastaj. Kjo është shqip. Kjo është matematik. Duhet mbi 700 veta që të votojnë, që të ketë vlerë vota. Shumatorja e dy grup 400, sa kishte marrë 240 dhe 140 nuk bën 700. Prandaj del kjo që s'ka korum. Pra nuk janë më shumë se gjysma korumin e antarëve. Kemi parasysh një gjë që të dyja mandatet e zonjës Treska duhet regjistrohen me korum. Si? Të dyja mandatet e zonjës Treska nuk kanë qenë asnjëherë me korum.
Mi pra, kjo është tjetër histori. Atëherë, nëse ti ke qenë 8 vjet në palishmëri, çfarë po kërkon? Jo, absolutisht, po të them, nëse është ky neni, Pra, edhe për Këshilli cakton këtë gjë. Kombëtar që do votoj këtë palishmëri në thonjza, sipas tyre për interpretimin e ligjit, sepse nuk është kompetencë e Këshillit Kombëtar të bëjë interpretimin e ligjit, ata vetë janë në palishmëri. Dhe fakt është që edhe disa prej anëtarëve të Këshillit Kombëtar nuk kanë votuar vetë, pra nuk e kanë respektuar procesin zgjedhor. Dhe do votojnë mbi këtë palishmëri. Kjo është absurde. Në rast se do t'a quajnë t'jashtë ligjshëm, do t'a quajnë vetëm për kësaj pike. Pra që nuk kanë qenë më tepër se gjysma anëtarëve, nuk kanë qenë më shumë se gjysma e psikologëve që janë në Shqipëri, i bie. Asnjëherë në asnjë proces zgjedhor nuk kanë hyrë më shumë se gjysma. Tjetër për neni thotë këtë gjën, pra këtu është gjithë Chelsea. Jo, nuk është Chelsea. Këtu është gjetur një mënyrë. Po, këtu pra është gjetur kjo pika dhe tash kjo është artifice krijuar pikërisht për ta sabotuar të proces zgjedhor dhe për të kërkuar shtyrjen e zgjedhjeve në shtator dhe të arritur. Edhe një vit më parë është bërë një asamble, me sa mbaj mend. Patjetër, është bërë një asamble e jashtëzakonshme, një vit para përfundimit të mandatit të zonjës Treska, është ngritur një grup i anëtarëve dhe kanë zgjedhur pikërisht organet e tyre drejtuese. Kjo gjë është zvarritur në gjykatë, e njëjta gjë dhe njëjti proces po ndodh edhe sot. E Këshillit Kombëtar të PD-s që bëhesh një stadium, një pallat sportit edhe vula ngelta aty ku. Fakt që psikologët duhet të gjejnë një zgjidhje, ne nuk kemi parti politike, ne jemi 1500 anëtarë, të cilët vërtet kemi nevojë që të përfaqësohemi. Anëtarët e urdhit psikologut kanë ardhur, kanë votuar, kanë pritur në radhë deri në orën 7 të darkës për të votuar. Dhe kjo është përdorim i të drejtës. Zonja Laboviti, ky është një problem, them unë, është një problem kombëtar i gjithë popullit. Se ne nuk bëjmë do të votime. Edhe këta që janë pjesa më civile e shoqërisë, që këta supozohet tani që të na thresin ne të na shërojnë. Po të kemi probleme, Sonja Brunilda do vitë më shëroj mua. Gjithë ekranët. Tani këta, jo, prit, po këta nuk bëjnë do të zgjidhje o zotëri. Edhe këta që 1000 ca njerëz janë, në vendin ku jetojmë ne nuk bëjnë do zgjidhje. Por në basë ne nuk e meritojmë fare të kemi zgjidhje. Në basë ti tani çfarë do bësh? Patjetër, nesër është mbledhja e Këshillit Kombëtar, e cila është thirrur në mënyrë krejtësisht paligjshme. Fakti është që edhe brenda procesit verbalit të komisionit vendimin që do marrë mbledhja, e di ti besoj e di vendimin që do merret. Vendimi është thënë publikisht në një televizion tjetër nga përfaqësuesi i ligjori zonjës Treska. Ka thënë do mbledhim komisionin, do kemi thirrur dhe kemi vendosur që ky komision të vendosë që këto zgjedhje janë pa përmbajtje. Dhe do të përsëriten zgjedhje në shtator, tetor do bëjmë prapë. Ndërkohë me cilat lek po i bëjnë këta këto zgjedhje, po. Tani se se mbaj mend jo se Bledar. Bledar, ai ishte aty. Merrte vendime ai. Që plaza është mbajtur 15 orë, është paguar me kotizacionet e anëtarëve. Ja do bëjmë zgjedhje në shtator. Me çfarë kotizacione me çfarë lekësh do paguajë zonja Treska këto sepse kotizacioni aq është. Pra kush është interesi të zvarrisë psikologët, të lodhë psikologët, të çojnë në gjykata? Bindur që do shkojnë në shtator, ë? Unë nuk jam e bindur. Unë dua shumë që zonja Treska nesër të ndërgjegjësohet dhe të bëjë një hap mbrapa dhe ta ngrej lartësoj figurën e psikologët. Sepse vërtet janë habitur të gjithë me sjelljen e saj. Po pse të bëjnë shtator aty, mund të bëjnë edhe pas 3-4 shtatorësh, se çka ka? Po, plani është që do ndryshojmë dhe ligjin se por ajo rrin detyrë derisa zgjidhet tjetri. Po, në fakt këto zgjedhje kanë qenë një surprizë, nuk ka fituar kandidatja që do të zvendësonte zonjën Treska, pra më fal. Prezencën kush e verifikoi aty? Patjetër regjistri. Kush regjistri? Pjesa e stafit të urdhit psikologut, ata kanë organizuar. Do të thënë ata vendosin pse aty për shembull po themi janë 700 vjet. Kryetari i komisionit zgjedhor mban listë prezencën dhe normale që të gjithë anëtarët firmosen sipas regjistrit. Ideja është i bie ylli që ai ka vazhduar zgjedhjet me qëllim. Edhe pse i ka verifikuar, ai ka vazhduar me qëllim. Ka qenë në shkelje, se supozojmë që nuk ishte korumi. Nuk do ngrihej dhe ai ka vazhduar. Nuk do ngrihej kjo zvarritje nëse do të fitonte kandidatja tjetër Elona Mustafaraj, që është numri 2 i urdhit psikologut dhe pozicionet do të thjesht do të trashëgoheshin dhe do të ndroheshin rolet. Ti e kupton tani? Unë e kuptoj. Jo, po ore ti s'kupton një fare ti Shabina. Jo, po dëgjoj. Po ta kuptosh ti këtë? Se kuptoj.
Ti nuk vete kur në psikolog, se mund të çmendesh fare. Pyetja që kam... Me këto që i bëjnë njerëz. E para njerëz, kjo nuk është flitet për një gjë profesionale. Kam pritur atje, nuk janë bërë 700, po janë bërë 400. I kanë mbledh votat dhe kanë filluar të numërojnë. Pra, pak a shumë e kanë legjitimu punën që po bonin, i kanë numëruar votat. Kur ka dalë rezultati se nuk i ka pëlqyer, tash i thon, "Okej, nuk quhet se Po të kishte fituar kandidati tjetër. Faleminderit. Do ishte ngritur shqetësi. Po të ishte Patjetër, sepse kandidati zonja tjetër. Treska do bëjë sekretare përgjithshme për 8 vitet të ardhshme dhe zonja Ilona Mustafaraj do bëjë presidente e Ato do Urdhrit. ndronin vendet Po tuaj. patjetër. Domethënë Prandaj nuk u votua nga antarësia, sepse di i qartë qëllimi. Momenti që unë kam dalë me rezultat shumë të bindshëm në këtë proces, sepse nuk është një vot, 2 vota që kanë bërë diferencën, janë mbi 100 vota, atëherë jemi përballë faktit që jo. Edhe nuk meritohet të trajtohet as asambleja, as antarët që erdhën të votonin dhe duhet të tregojnë në respekt pikërisht për zgjedhjen që kanë bërë antarësia. Kjo është një urdhër që i përket të gjithëve. Nuk më përket as mua, as zonjës Treska. Këtu ka fituar opozita. Po duhet t'i anullojnë. Këtu i bie ka fituar opozita. Jo, se këto janë dhe me partinë. Të anullojnë. Në disa gazeta ju thoshin që ju jeni të Partisë Demokratike. Dhe ti dhe ajo zonja që të mbronte ty aty. Po e lexova unë tani. Unë mund të jem simpatizante. Po edhe nga tjetra, akuza është që këto janë të Partisë Demokratike. Që unë mund të jem simpatizante, unë jam e lirë simpatizoj cilin person politik të dua. Pra unë funksion politik nuk kam, pra shko sa unë kam qënë kandidate. Deri ku shkojnë gjërat e kuptoj. E kuptoj unë atë dhe e kuptoj shumë mirë faktin që mund të ndërhyet deri në atë pikë, sta që ta përmbledhin në këtë forum. Tonë tani ti, se dhe ti ke filluar të mos kuptosh. Jo, profesion kjo. Prit se ky është një profesion që ndihmon popullatën, ndihmon popullatën të shërohet nga jo nga gjendja fizike, se janë doktorët, jo një minutë, janë doktorët e zakonshëm për stomakun, për problemet e smundjeve që Urdhri stomatologut dhe ka pas shumë probleme të tilla. Ka pas shumë të tilla. Po, faleminderit që e përmende, urdhri stomatologut ish presidenti është në kërkim sot. Ish presidenti? Po, është në kërkim sot. Po kjo thotë zonja më tha mua që unë e kam krijuar dhe unë kam qenë. E ka krijuar, po kjo nuk është e përjetshme. Ti e ke krijuar, e ke rritur, e ke bërë 8 vjet. Po ka patur president që është në kërkim. Po çka ka bërë? Nesër jam unë, pas nesër është dikush tjetër. Ky president që është në kërkim tani çka ka bërë? Është urdhri stomatologut. Ai stomatologu. Ai stomatologut është në kërkim, ë? Po. Është në kërkim për shpërdorim pikërisht të fondeve. Si vet? Nga. E urdhri stomatologut. Se dhe ata që janë që të shkruajnë dhëmet, e kupton? Fakti është që të gjitha profesionet e lira nga që nuk kanë varësi nga institucionet shtetërore, funksionojnë si entë për vete. Vetëm urdhër gazetari nuk bëm dot ne. Jo, e ka Vjena, e ka këto, ne nuk kemi patur si model. Nëse bëm dot urdhrin e gazetari. Ka urdhrin, po jo, po urdhri duhet bërë. Se shkoj kjo punë. Është një marrëveshje me shtetin. Jo, urdhri ka një marrëveshje me shtetin. Bën ligjin. Jo, e kanë austriakët, se e diun. Edhe italianët e kanë. Edhe italianët, por ata e kanë marrëdhënie me shtetin dhe shteti pastaj po u futën marrëdhënie me ta, të rëmben. Të merë të atë gjallë, dhe në të pikpamje nuk u bëte ne. Po mbeti këshu me punë shoqata. Fakt është ligji, 2 mandate i lejon zonjës Treska, por ajo ka ambicie që ta ndryshoj ligjin Tani ti mund të quash presidente. Tani ti mund të quash presidente kudo. Ne mund të thresim ty tani, do mbarojmë ne këtu. Nesër pas nesër të takojmë, zonja presidente mund të themi. Pavarësisht se ti zvete do të atje. Nuk është shumë. Nuk është e vështirë dhe për të mos vajtur, jo pa unë. Që na gjeti. Nuk është edhe shumë e vështirë sepse ka procedura ligjore të cilat duhet të respektosh. Përpiqet të shërojnë mendjet e njeriut tëre. Se këta janë psikologu i pari dhe psikiatri, po urdhë psikiatri kemi, apo janë bashkë? Është urdhë mjekut. Urdhë mjekut, psikiatri në të mjeku. Po. Juve ku juni këtu? Të urdhë psikologut? Se psikologut, Te zonja Treska. Si be, tani, zgjidhet kjo punë kemë ndim. Duhet të bindim zonja Treskën që të dorëzohet. Hajde, i thash e gjithë. Ne nuk do luftojmë atë, i thash, bisedë do bëjmë e gjithë. Jo, tha, unë e kam marru mandatin. Pa mandato nuk mund vija tyta dhe tu kështë drejtë u trojë, beta. Po nesër do marrësh vendim pa mandat, thoj? A është në shkelit e ligjit vendimi? Dakor, të jemi do e monitorojmë. Ne do të diskutojmë pratë e vendimin, e? Nesër është media. Dhe si do mbetet pastaj? Do me thënë, po e kemi thënë. Meret vendimi nesër dhe vazhdojmë. E kemi thënë rezultatin. Zonja Treska Para 3 vazhdojmë ditësh presidenti. që dëgjove rezultatin. Këto zgjedhje nuk kanë pas përmbajtje. Edhe do tallem me psikologët dhe do thonë, hajde në shtator, tetor, kur duam ne. Dhe ndërkohë, ki parasysh një gjë. Mos na hapet edhe te politika dhe te tjerë kjo punë e korumit.
Dhe na morëm qaf. Ato që ndosin Në Në fakt, vota është e politikanët aty drejtë, mbeten është gjithmonë. detyrim, vota. Të shkosh të votosh është e drejtë, nuk është Tani, detyrim. përfundimisht, si do mendo, si do zgjidhet kjo mendon ti? Do me thënë, nesër ne mbaron kjo kështu, ëh? Nesër ka një mbledhje të Këshillit Kombëtar, nëse i bëhet pjesëmarrja, sepse disa prej kolegëve janë të rrequr, e kanë kuptuar qartësisht që ka shkelje ligjore aty. Në 2024 është bërë një kallëzim penal qoftë për zonjën Treska, qoftë për Këshillin Kombëtar, nuk është konsideruar nga prokuroria, të paktën këto kanë qenë informacionet, dhe në fakt unë jam i vetmi person që i kam dalë kaq hapur publikisht kundër saj, kam qenë një nga mbështetësit e urdhrit psikologut që prej fillimit, që për krimin të urdhrit psikologut, kam qenë antar e Këshillit Kombëtar, 2 mandate në komision etike dhe gjërat ja kam thënë në sy. Nuk kam pasur frikë. Jam i vetmi person që mendoj që nuk më shkrim dot zonja Treska. Për gjithë këtë është tragjikomike, Sepse të gjithë antarët kanë frikë. Në qoftë se kemi vërtet një ngjarje të këtyre përmasave, po që ky është një fenomen tani. Nuk është një ngjarje, kjo është tragjikomike dhe... Ju heq licencën? Po ndoshta ne kaq meritojmë, zonja Brunilda. Jo, psikologët nuk meritojnë kaq. Si popull, ndoshta kaq meritojmë. Pse të mos nuk meritojmë kaq? Ti zgjidhesh atje në një forum presidente dhe të s'ke korumin, ri presidente që është. Po pse zonja Treska ka pasur ndonjëherë? Ka ndendur njerëzit në radhë për të votuar zonja Treska. Ka ndendur 8 vjet në paligjshmëri. Atëre luftoj dhe pa korruptat. Po pse çfarë? Tani unë Kush është? Unë uroj tani. Është e paprekshme. Unë uroj që ndoshta të kemi një zgjidhje për këtë punë, po një lloj janë të gjitha gjërat. Ti do të kesh të zgjidhen për mirë, kupton, dhe ju të jeni ta reflekton në Nuk mund të bësh një palishmëri me një Këshilli Kombëtar nesër mblidhet dhe vendos që ju të e vendos gjykatat nëse është e palishme apo jo. Edhe ne do mbulemi se do themi që kishim një presidente tani në tërheqje të gjitha. Unë gjithsesi e kam kënaqësi të vi sa herë të... Se të gjitha gjërat shu janë. Për shembull, unë e kam thirrur Zhabinën, gazetari i njohur që është këtu te ne, bën një emision interesant bashkë me Ulazamën. E kam thirrur të bëjë një dy shpjegime për një gjë tjetër që ndodh. Më duket se do vazhdojmë të flasim për urdhën e psikologut. Jo, s'është për urdhën e psikologut, Zhabina është thirrur për gjë tjetër, krejt. Çfarë ka ndodhur thotë? Ka shumë kohë që është bërë një komision i rëndësishëm është komisioni që e ka bërë shteti, bord quhet ai, për bastet dhe për gjitha këto, për kozinote. Por në fakt nuk bëhen ato, bastet nuk ligjirohen, po i bëjnë njerëzit e fuqishëm të fortë që janë, edhe dëgjon krisma në për qytete raje, masive. Ato ekzistojnë kudo. Dhe në fakt të gjithë mbyllin sytë dhe veshët. Një ngjarje fundit, Zhabina ishte, nuk e di, ku ishte ajo ngjarja që shkrepi dhe armën dhe urran në lokal. Në Alidem ishte. Ishte në mes Tiranës. Por ndërkohë policia njofton vazhdimisht tani që vuri në pranga ka shtetas bëri kështu e gjitha, ata lirohen pas disa orësh. Por ndërkohë janë vënë në lokale në dispozicion për lojrat pa lejuar e gjitha. Çfarë është ky proces? Atë reaksionet e Se ky vend jemi, që ta marrësh vesh si psikolog e ti. E njëjta gjë është. Kjo që ndodh te ju ndodh edhe nga policia, që aksionet e policisë për të luftuar këtë fenomen nuk kanë asnjë lloj efekti, pasi ato që arreston policia në një farë mënyrë janë hallka e fundit e zinxhirit se si funksionon kjo skemë kriminale, dhe në fund fare gjykata më pas është ajo që i liron. Nuk ka një, po them, luftë serioze nga policia dhe prokuroria që të nisë një hetim serios për këtë çështje, se kush janë personat cilët organizojnë, cilët janë ata që financojnë. Dhe më pas për shkuar tek personat të cilët e ekzekutojnë, që ne shohim ato lokalet buz rrugës apo buz rrugëve kryesore, me ato televizorët e mëdhenj, ku baset sportive në këto moment që flasin jam të palejuara, por secili nga ne mund të vendosi një bast sportiv. Por situata bëhet më serioze kur vjen puna që në ambientet të tilla luhen edhe me slotet, të cilat janë disa pajisje të mëdha që ti i ketë pamundura që ti fshehesh dhe... Po nga vinë ato? Nuk kalojnë doganat? Para mund të kenë ardhur kontraband. E dyta mund të kenë qenë në Tiranë, në Shqipëri dhe vendosen
në për këto ambiente dhe të vetmit institucionet të cilët mund të ndërhyjnë, e para është policia e shtetit që e shikon këtë palishmëri që ndodh në mes të ditës në qytetet kryesore të vendit dhe nuk ndërhyjnë, dhe në ato raste ku ndërhyjnë arreston persona të cilët nuk kanë asnjë lloj rëndësie në këtë lloj janë thjesht njerëz lojtarë që dhe në fund fare është gjykata të cilët i liron. Nga viti 2022, zoti Rakipi, ne kemi një listë të miratuar për lejimin e pse janë ndërtuar këta? Por deri në këtë moment që po flasim, ky ligj nuk është i aplikueshëm. 2 vjet e kusur nuk është i aplikueshëm për shkak se në NZ thuhet që nuk kanë dalë aktet në ligjore, por dhe kjo është e pavërtet pasi prej korrikut të 2024-s aktet në ligjore kanë filluar të qarkullojnë dhe grupet të caktuara interesi i kanë ato tashmë në dorë. Dhe kjo është një arsye e cila nuk kuptohet që pse nuk miratohen këto akte në ligjore. Çfarë dëm e sjell në buxhetin e shtetit ky informalitet i tillë, se është i përmasave shumë të mëdha? Po minimumi sjell një dëm prej 50 milion eurosh në vit, të cilat janë para të cilat mund t'i çojë në disa drejtime për zhvilluar sportin, po them me që dëmton kaq shumë shoqërinë, pasi bëhet fjalë që është një varësi lojrat e fatit, dhe ka një llogaritet që një qarkullim prej rreth 2 ose 2.2 miliard euro në qarkullimi është 2.2 miliard, qarkullim parash, janë goxha para në këtë industri, dhe kam përshtypjen që një pjesë e mirë, po them, e grupeve të caktuara të interesit, po them në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, apo në cilin do qytet, janë të interesuar që gjithë kjo industri të qëndrojt në të zezë, pasi... Kush e bëbën këtë? Kush e pengon? Sepse thonë që mungojnë aktet në ligjore, por ato janë bërë që në vitin 2024, një vit më parë. Po ka qarkullon një dokument dorazi, një dokument jo zyrtar që grupet e interesit, po them me burimet e tyre, kanë arritur ta aksesojnë. Por që të kemi akte në ligjore zyrtarisht, nuk i kemi. Tani, se kush janë personat të cilët e pengojnë këtë punë, kam përshtypjen që ne duhet i kërkojmë tek, po them, Ministria e Financave dhe tek AMLF-ja, të cilët janë institucionet të cilët duhet të rregullojnë të gjithë këtë industri. Ky komisioni ngritur për licencat, po. Kush e drejton këtë? Ky komisioni është drejtuar nga Gjergji Tau dhe ka si antar të ti ka njerëz të tjerë të rëndësishëm, siç është zëvendës ministri i brendshëm Besfort Lamollar. Vazhdon të jetë ky Besfort? Po, dhe edhe drejtori i përgjithshëm i pastrimit të parave Ervin Koçi. Këta janë personat kryesorë të cilët duhet të merren, po them, me rregullimin e kësaj industrie. Nuk janë pyetur dhe nuk di, askush nuk di të thot për këtë histori se si zgjidhet, megjithatë ligji e parashikon qartë se si zgjidhet. Dëshira si duket mungon nga personat të cilët janë në krye të institucioneve. Dhe ajo që kemi si produkt më pas në terren, zoti Rakipi, është ajo ngjarja e në Alidem, ku kërciti arma, por... Po pse e kërciti edhe, pse urana, po? Gjatë këtyre viteve, duat përmend që kanë qenë disa ngjarje kriminale të cilat kanë pasur, po them, background, pikërisht lojrat e fatit, por kryesisht bastet sportive, në qytete si Elbasani, në qytete si Lushnja, në informacionet që unë kam, edhe një sasi tritoli e cila ka shpërthyer në Lushnjë gati një vit më parë ka pasur prapavi pikërisht bastet sportive në këtë qytet dhe kontrolli që duhej vendosur mbi këtë industri nga grupe të caktuara kriminale në atë qytet. E njëjta gjë ndodh në qytetin e Durrësit, në Shkodër gjithashtu, në Vlorë gjithashtu, ku kryesisht grupet kriminale janë të parët të cilët përpiqen ta kapin këtë industri dhe janë të interesuarit e parë ndoshta të cilët i intereson që të qëndrojë gjitha në zezë për momentin. Ky kryetari i komisionit Gjergji Tau, sa kohë ka komisioni? Goxha kohë është? Nuk di ta them. Ky paguhet si kryetar komisioni? Por sigurisht që është zyrtar i këtij vendi dhe paguhet. E kupton çfarë ndodhet? Komisioni është, paguhen të gjitha, por se nuk ka ndonjë ndryshim nga ju, e kupton?
Urdhri këtu nuk quhet urdhri psikologut, quhet urdhri i doktorlogut. Çfarë duash, i vë emër tjetër. Nuk është problemi te kjo ngjarja e Alidemit. Problemi është nëse janë 2.2 miliard xhiro lek dhe duhet ishin bërë para 2 vitesh. Dhe kur është informale, llogaritë e tij ku sa hyn krimi aty. Po kur qarkullon në mënyrë legale, shteti fiton para. Kur qarkullon në mënyrë ilegale, shteti nuk fiton asgjë, se ku është gjithë. Tani domethënë Fidel Ylli që del poshtë e lartë thotë na duan lek për të rritur sportin, këto lek pret. Qartë jemi, zonja Brunile dhe ne, më mirë të ishim takuar ti ishe presidentet, me të shoh unë, ne jetojmë në një vend tani që unë të them ty, o që të bëjmë unë psikolog dhe ti të sigur je ti pacienti që vjen, se këtu është një vend që ta kuptosh ti, ha mucho, pi mucho. Në fakt, kjo nuk duhet të jetë. Jo, jam dakord me që nuk do të jetë, po, është ha mucho, pi mucho. Nuk duhet të jetë shumë për një institucion që paguhet dhe mbahet me kotizacionet antarëve. Do të thotë, nuk duhet të tallet. Po ti dëgjove 2 gjëra, kishim 2.2 miliard qarkullojnë aty të ju nuk ka miliarda, ka miliarda, shumë pak para, po para jo e vogël duhet jetë. Po mjaftuar. Para jo e vogël duhet jetë, aty të ju dhe kjo gjë ndodhe, kupton Tela? Interesat e gjitha. Licenca. Falenderoj shumë, Falenderit. që na ndihmove në këtë, vonë pak, të mbajtëm më tepër se ç'duhet. Falenderit. Po tani do t'japim një kafe të gjitha, të respektojmë edhe më shumë. Ndërkohë të shikus ka që ishte ha mucho, pi mucho është historia e vendit ku jetojmë. Edhe tani e mbyllim ne. Javën që vjen të enë, këtu na kini. Po nuk ju mërzitëm, na dëgjoni prap, vapa do jetë përsëri. Natën e mirë.